nxehtë i madh atë përkujton në ndonjë gjë. Ky nxehtë i madh atë shtyn ti të meditosh në ndonjë gjë. Ky nxehtë i madh ata përkujton ti, ata kujton ty ditën e nxehtë të madhe të ditës së gjykimit. Ata kujton atë ditë ku dielli do të jetë mbi kokat tona. Në këto ditë në të cilat ti djersohesh me punët dhe angazhimet dhe obligimet e dunjas, ata kujton një ditë në të cilën do të djersohesh edhe më shumë, për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dielli do të jetë mbi kokat e njerëzve. Disa prej njerëzve do të mbulohen në djerz deri në nyje, e disa deri në gjuj, e disa deri në brez, e disa deri në fyt, e disa dhe bani me shenjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa do t'i mbulojnë djersët e tyre. Ata kujtohet në këto ditë, ajo ditë në të cilën do të dalim para Allahut azza wa jall.